Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, drejt për së drejti në radio televizionin Ora News jemi si çdo të mërkurë së bashku. Sigurisht do të diskutojmë ashtu siç edhe kemi anoncuar në një temë e cila është në këto 20 vjet një ndër shqetësimet më të mëdha. Sigurisht me të mirat dhe me të këqijat e saj. Padyshim në 20 vite apo më tepër se 20 vite të ndryshe shëndetësia mbetet thembra e akilit pra për popullatën, për qytetarët shqiptar. Për diskutuar kam kënaqësinë të kem ministrin e ri të shëndetësisë, zotin Vangel Tavo. Zoti Tavo, faleminderit që pranuat ftesën. Si dhe ish ministrin e shëndetësisë, zotin Gjegje Koja. Faleminderit dhe ju zoti Koja. Zoti Tavo, sigurisht ju uroj suksese në detyrën tuaj, por gjithë qytetarët kur shohin, le të themi, se cili do të jetë ministri i ri i shëndetësisë, gjithë syt besoj i kanë nga reformat dhe nga ai ministër i cili drejton këtë dikaster. Cilat janë disa nga prioritetet, dhe pse është ende herët, por besoj keni dhe ju pra prioritetet në krye të kësaj ministrie. Kuptohet, sektori i shëndetësisë është një nga sektorët e rëndësishëm, por në të njëjtën kohë është edhe një nga sektorët e vështirë. Dhe për shumë arsye, edhe për gjendjen cilën shëndetësia, sistemi i shëndetësisë ka ardhur si rezultat i trashëgimit, i trashëguar, domethënë nuk mund të them që është gjendje e këtyre viteve të fundit, por gjithsesi për shumë arsye pa dashur që ti përmend, shëndetësia ka vështirësitë e veta. Unë kam qenë një nga kritikët e punës në sektorin e shëndetësisë disa herë në të gjitha qeveritë, nuk është se e kam bërë vetëm në këtë mandat, por edhe në mandatet e tjera kam kritikuar punën e dikasterit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe e kam bërë me vetdije, kështu që duke u nisur nga kjo dhe nga fakti që jam mjek, jam për një periudhë shumë të gjatë në politik, mendoj që ekzistojnë mundësitë, pavarësisht gjendjes, ekzistojnë mundësitë që në sektorin e shëndetësisë të ketë realisht arritje. Ashtu sikurse nuk mund askush që të nxjijë arritjet, sukseset në këtë sektor në gjithë këto vite, sidomos në vitet e fundit, arritje edhe për sa i përket ligjshmërisë, por edhe për sa i përket implementimit të këtyre ligjeve të miratuara për sektorin e shëndetësisë nga Parlamenti Shqiptar, arritje për sa i përket fushave të caktuara, siç është diagnostika, që ka një zhvillim të theksuar, domethënë mund të them që sot në raport me numrin e popullsisë, mund të jemi edhe në raport me teknologjinë, me vendet tjera të rajonit, mund të jemi nga vendet më të përparuara. Ka absolutisht sukses për sa i përket çështjes së vdekshmërisë amtare dhe foshnjore, në fushën e shëndetit mendor, etj. Kuptohet, ka një problem shumë madhor dhe që normalisht qytetarët shqiptar përballen për ditë me spitalet e vendit tonë dhe me mungesën e medikamenteve në këto spitale. Kjo është dhe sfida ime, kjo është dhe objektivi im në drejtim të këtij institucioni të Ministrisë së Shëndetësisë. Do bëjmë përpjekje maksimale, kuptohet, përveç buxhetit që normalisht në asnjë vend, edhe në vende të zhvilluara nuk mund të quhet i mjaftueshëm për sistemin e shëndetësisë, normalisht edhe në vendin ton nuk mund të themi që ka një buxhet të mjaftueshëm ose të bollshëm për sistemin e shëndetësisë, por nga ana tjetër nuk mund të them që është buxheti e vetmi arsye që mund ta frenoj. Mund të pikërisht që ekziston kjo mungesë e medikamenteve në shumë spitale të vendit tonë dhe që qytetarët e ndjejnë. Ajo çka unë kam kërkuar dhe do kërkoj vazhdimisht nga administrata e spitaleve dhe nga gjithë personeli i shëndetësor është e para rritja e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve, barazia e ofruar, ofrimi i barazie në të shërbim, dhe nga ana tjetër dhe sigurimi një infrastrukture të kënaqshme në sistemin e shëndetësisë. Gjithashtu, për gjitha këto kërkohet një mbulim buxhetor, pra kërkohen fonde, cilat një pjesë
vinë nga buxheti i shtetit, por një pjesë e këtyre fondeve kanë ardhur dhe do të vazhdojnë të vinë nga projektet që Ministria e Shëndetësisë ka patur dhe do vazhdoj të ketë me partnerët tanë, është Banka Botërore, Organizata Botërore e Shëndetësisë, USAID-i, UNICEF-i dhe kështu me radhë. Pra, prioriteti im kryesor do të jetë lufta dhe kërkesa e vazhdueshme ndaj administratës spitalorit në radhë të parë, të spitaleve, për të patur një furnizim permanent me medikamentet bazë, po e theksoj, medikamentet bazë të shportës dhe të mos mungojnë asnjëherë. 24 orë në 24 orë, pra, dhe 7 ditë në javë, 30 ditë në muaj dhe kështu me radhë 365 ditë në vit. Kjo, sikur se theksova, arrihet edhe me kërkesën e llogarisë, edhe me mirë menaxhimin e këtij buxheti, këtij fondi buxhetor që qeveria vën në dispozicion të institucionit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të spitaleve, menaxhohet nga ana tjetër edhe duke përmirësuar, duke shmangur dhe abuzimet ndryshme që mund të jenë bërë ose mund të bëhen, të ndodhin gjatë procesit tenderimeve të ndryshme dhe duke rregulluar pikërisht një skemën e prokurimeve në funksion të përmirësimit të gjendjes aktuale të mungesës së medikamenteve në spitalet e vendit tonë. Shpresoj që gjithë këto kërkesa e llogarisë, lëvizjet jo lëvizjet në njerëz, pra vënia në lëvizje të njerëzve të administratës aktuale në për spitalet e Republikës të sjellë dhe mirë menaxhimi padyshim të sjellë një rezultat pozitiv për sa i përket kësaj çështjeje që unë kam si prioritetin tim të parë. Padyshim duke mos harruar dhe duke mos lënë njanë edhe prioritetet tjera, sikur se i theksova, infrastruktura, që janë të rëndësishme. Padyshim shumë të rëndësishme. Kemi disa projekte të cilat kanë nisur dhe janë në vazhdim dhe që shpresojmë që i përfundojmë brenda vitit që jemi. Shpresoj që shumë shpejt qytetarët shqiptar të ndjejnë ndryshimin në sistemin e shëndetësisë. Zoti Koja, ju keni qenë ministër shëndetësie, por jeni edhe në profesion ashtu edhe si zoti Tavo. Çfarë e ka ngadalësuar le të themi reformat në shëndetësi që ende mbetet problematike në këto 20 vite, pa dallim partijak? Jo, s'pari njërë, sinqerisht do të thoya që edhe nga ana njerëzore, por edhe nga ana për shkak të një historiku të gjatë bashkëpunimi, ma vjen shumë me zoti Tavo është sot ministër i shëndetësisë, realisht e them të. Do t'i uroj suksese me gjithë zemër dhe sinqerisht. Jeni bashkëtor të vjetër, edhe në politikë për shumë vite, pavarësisht se në një moment rrugët tona diverguan, dikush në një parti politike, dikush në një tjetër. Por sfida e shëndetësisë është një sfidë shumë e rëndësishme, është një sfidë akoma e pafituar në shumë vende të tjera me një histori demokracie dhe me një nivel zhvillimi shumë të lartë se ne. Aq më tepër që në Shqipëri problematikat e krizës ndihen shumë tepër. Tani më duket qartë që në Shqipëri kriza po mbërthen çdo sektor dhe sigurisht që shëndetësia nuk bën përjashtim nga kjo. Kështu që zoti Tavo do t'i duhet të marrë në dorë dhe të menaxhojë një do thoya sistem me shumë disiplina, për fat keq një pjesë e tyre problematike, me probleme të akumuluara për vitesh, me probleme të krijuara, dhe që natyrisht që dinamika e tyre problemeve do të kushtohet nga një sër faktorësh. Së pari unë vazhdoj ti qëndroj besnik asaj që unë kam thënë më parë, që veçanërisht në Shqipëri, në problemet ose më saktë në realitetin ku jetojmë sot dhe për sa përket sistemit shëndetësor, reforma nuk e bën dot vetëm me vullnetin e tij ministri i shëndetësisë. Reforma në shëndetësi është absolutisht, nëse do të bëhet, është vullnet politik i kryeministrit të vendit, pra gjithë qeverisë. Po ta shikoni me kujdes në të gjitha vendet e fuqishme, madje në vendet më të fuqishme të botës, që nga Shtetet Shkuara të Amerikës, reforma në shëndetësi është dhe mbetet sfidë e presidentit në Republikë Presidenciale, është dhe mbetet sfidë e kryeministrit në Republikë Parlamentare. Pra, këtu pikërisht këtë do thoya që mbetet për të parë vullneti politik i qeverisë, nëse do të mundsoj, jo thjesht nga një pamja buxhetit, po në orientimin e vëmendjes. Asnjëherë buxheti nuk ka qenë i mjaftueshëm. As kur ka qenë Gjergj Koja ministri i shëndetësisë, as shumë kohë përpara, shumë kohë më mbrapa, përse kështu do të jetë. Por është fondamentale të orientohet vëmendja e qeverisë ndaj shëndetësisë së pari, dhe së dyti do thoya që
edhe pse buxheti në shëndetësi është i pamjaftueshëm, kjo nuk justifikon problematikat që ka edhe që zoti Tavi përmendi gjithashtu vetë, sepse e njeh mjaft mirë sektorin, sidomos në sektorin spitalor. Megjithatë, unë do doja të ndalesha në disa nga grup problemet madhore në shëndetësi. Është domosdoshme në radhë parë që të shikohet gjerësisht dhe të vihen pikat mbi për sa i përket reformës në financimin e sistemit shëndetësor, sepse shikojmë sot që ka do thoya probleme apo gropa të nda në financimin e sistemit shëndetësor, që nga shmangja e një skeme tradicionale dhe që të zë frymën për sa i përket menaxhimit të ardhrave dytësore që krijojnë institucionet tona shëndetësore, sidomos ato me shtretër, por edhe ato pa shtretër, mund t'ju ja vetëm një shembull, po që mendoj që tingëllon mjaft signifikativ, që vetëm për një 6 mujor për periudhën shtator 2011 shkurt 2012, vetëm në qendrën më të madhe spitalore të vendit, që është qendra spitalore universitare Nën Tereza, janë kryer afro 61.500 vizita ambulatore, të cilat kanë konverguar ose janë përkthyer me të ardhurat për QSUT-ën plot 161.700.000 lekë të reja. Pra, vetëm nga këto vizita ambulatore. Nga këto, 23% e këtyre pacientëve që janë vizituar në mënyrë ambulatore kanë qenë të pasiguruar. Atëherë, sikur vetëm ky buxhet të mirë menaxhohen QSUT, pra ky 161 milion ekusur të reja, pra i bie 1 miliard e 600 milion lekë të vjetra, atëherë mundet që sot kishim një pamje krejtësisht tjetër, për sa i përket dhe mirëmbajtjes së aparaturave, sepse të mbash aparaturat fjalës fundit teknike do thotë mirëmbajtje e tyre, nuk do thotë thjesht blerje e tyre, problemi është mirëmbajtjes. Do thotë të mos kemi ato problematika që kemi për sa i përket furnizimit me medikamente, në sidomos të një prej gropave më të mëdha të sistemit spitalor që është sistemi onkologjik, pra shërbimi shëndetësor onkologjik që gëlltit një pjesë shumë të buxhetit edhe pa impakt në dur, pra sëmundje kanceroze. Dhe që natyrisht që nëse këto do të ishin përkthyer me mjekime sipas protokolleve të mjekimit, që akoma nuk po duken për fat keq të vijnë lojë, pra të zbatohen, atëherë absolutisht që disiplinimi i buxhetit do të kishte tjetër impakt në sistemin shëndetësor. Dhe ju mora vetëm një nga 10 elemente që kishte të bënte me buxhetin që grumbullohet në QST nga vizitat ambulatore në 6 muaj. Vetëm QST. Imagjinoj spitalet e tjera rajonale të vendit, imagjinoj poliklinikat e tjera të vendit. Së dyti, absolutisht që unë mendoj që ka ardhur koha të shikohet një shtimi i të ardhurave për sistemin shëndetësor nga rishikimi i pagesave direkte të kontributeve të sigurimeve shëndetësore. Pra qytetari po të ndërgjegjësohet, është dakord paguaj më tepër kontribut për sigurimin shëndetësor, nëse ky siguracion shëndetësor do të japë impaktin e tij në shërbimin shëndetësor, që nuk po duket sot. Dhe natyrisht që tu ngelet për të parë, sepse vendi ka nevojë për një reformë racionale për sa i përket konceptimit të funksionimit të sigurimeve shëndetësore. Reforma nacionale që ka të bëjë me qoftë në aspektin e listës së rimbursueshme të banave, pa të banave të rimbursueshme, ka shumë po të parë, besoj që zoti Tavë ndatë një me mua. Do të parë sepse nuk po rimbursohet diagnoza, po rimbursohet bari dhe po rimbursohet deri diku në mënyrë klienteliste, dhe kjo është problematike. Ashtu sikurse ka nevojë për të ripar profili financiar i sigurimeve shëndetësore në raport me financimin e spitaleve dhe të qendrave shëndetësore. Sigurimet shëndetësore janë banka e spitaleve dhe e qendrave shëndetësore, nuk janë ato që bëjnë emërtesën e drejtorëve apo të shefave. Pra nuk bëjnë emërtesë, duhet bëjnë pikërisht politike. Politikën do bëjë Ministria e Shëndetësisë. Për fat keq mund kam parë një shmangje ose një mënjanim të Ministrisë së Shëndetësisë të frikshëm nga politikbërja në raport me spitalet dhe me qendrat shëndetësore dhe një anim i kësaj peshe ose kësaj qendre rëndese drejt sigurinë shëndetësore që s'ka staket. Së treti, unë do të doja të theksoj që po në kuadrin e reformës financiare të sistemit shëndetësor, duhet të jepet vendi që meriton pushtetit vendor. Pra nëse në sistemin e menaxhimit të mjedisit, të ujërave, të pyjeve, kollotave, pushteti vendor ka marrë mjaft kompetenca dhe përgjegjësi, kjo nuk po ndodh me shëndetësinë. Pra absolutisht duhet një bashkëpunim ndryshe midis pushtetit vendor dhe pushtetit qendror, për sa i përket kompetencave dhe përgjegjësive të përbashkëta në raport të menaxhimit spitaleve. Në spitalet bashkiake apo në spitalet rajonale nuk pas ka asnjë përgjegjësi bashkia? Absolutisht as për sa i përket buxheteve, as për sa i përket mirëmbajtjeve, as për asgjë tjetër. Jo, do të marrë përgjegjësitë veta kjo bashki. Absolutisht po. Si funksionon sistemet e tjera të mjashtë? Po ka përvojë vetëm për këtë çështje, po këtu e ke brenda në Shqipëri përvojën për sa i përket të thash përgjegjësive, që ka organet e pushtetit vendor lidhur me çështjet e mjedisit. Sikur kjo linjë të ndiqet edhe për sa i përket sistemit shëndetësor do të ishte absolutisht shumë ndryshe.
pak sa më specifik në fakt. Megjithatë, unë po them këto pyet një për një. Jo, por mendoj që janë disa elemente që më fal, vazhdo. Bashkia shkresisht jashtë tyre. Okej. Dhe natyrisht unë mendoj që spitalet do të jenë spitale. Pra duhet parë një herë mirë eliminimi ose më saktë privatizimi i të gjithë shërbimeve mbështetëse spitaleve. Hoteleri, mirëmbajtje, kuzhina, tjerë. Është një praktikë që në Shqipëri ka filluar, por që absolutisht nuk është meritën e duhur dhe nuk po jep rezultate të duhura. Pra spitali duhet fokusohet në qëllimin që ka në ofrimin e shërbimit shëndetësor. Dhe nuk mund të merret sepse janë mësuar kamerat dhe mediat që shkojnë në spitalet dhe fokusohen tek bataniet. Dhe thekon shikoj çfarë gjendën të mjerueshme në spitalet apo fokusohen tek lirja e mureve. Jo më zotëri, nuk është ky spitali. Spitali është ofrimi i shërbimit shëndetësor. Pra spitali, çfarë do të thotë spitali? Do të thotë apo qendër shëndetësore do të thotë përmirësim i cilësisë jetës ose ruajtje e jetës në kushtet kurse ketë mundur ta përmirësosh. Media shkojnë merren me bataniet dhe me çarçafët. Dhe ato kanë një domethënie. Po pra, po të merret, po të reformohet ndryshe dhe të shikohet një partneritet në privat në lidhje me këtë shërbim mbështetëse, atëherë spitali do të lirohet nga shumë nga këto elemente. Do të ofrojë një shërbim shëndetësor me të fare. Pra, janë disa elemente që kanë bënë me financimin e shërbimit shëndetësor, dhe sigurisht që thëmbra e akilit është shërbimi spitalor. Zotëtave tha me shumë drejt, ka prekur një nga elementet më korruptiv që ka të bëjë pikërisht me tenderimin e medikamenteve, sepse edhe unë më shoj të njëjtin qendrim. Pavarësisht se buxheti është i pamjaftueshëm, që nuk toleron situatën skandaloze që ka mjaft spitalet e Republikës, ku mund gjesh medikamentet fjalës fundit, por nuk gjen apo medikamente stok, siç thotë apo, por nuk gjen as garza, as betadin, as elementet, material mjekimik më elementare për sallën preoperatore, nuk e di nëse është. Tavë? Jo. Në fakt zoti Koja e njeh shumë mirë situatën, ka qenë vetë ministër dhe ndërkohë vazhdon të jetë pjesë e këtij sistemi. Me thënë drejtën, e vërtetë është që të bësh reformë në shëndetësi nuk mjafton të ekzistojë vetëm dëshira, vullneti dhe angazhimi i një ministrit të shëndetësisë, padyshim që duhet angazhimi i kryeministrit dhe i qeverisë. Mund ju them që kam garancit plot dhe mbështetje plot nga kryeministri i vendit për të thelluar reformat në shëndetësi, për të bërë dhe ato ndërhyrjet e rëndësishme që të përmirësojnë gjendjen aktuale në disa çështje të caktuara që janë problematike. Kuptohet, këto që zoti Koja ka përmendur janë absolutisht të drejta, nuk mund t'i mohoj dhe të jetë poshtë. Kemi listë ilaçesh, medikamentesh të rimbursueshme që mund të jetë bërë, nuk e di, para 10 apo 12 vitesh, kështu që normalisht është shumë normale që të rishikohet kjo listë barnash të rimbursueshme, duke mënjanuar ndonjëherë ato interesat klienteliste të njërit apo të tjetrit dhe duke i shërbyer kjo listë barnash qytetarit, pacientit, ndërkohë që realisht mund të shtohet në numër lista e barnave nëse do të rishikohet me përgjegjësi nga ekspert të fushës dhe që duhet për vitin e ardhshëm, sepse për këtë vit ka mbaruar dhe nuk mund të ndërhyjë si institucioni i Ministrisë së Shëndetësisë në këtë pikërisht, kështu që në vitin e ardhshëm është një nga prioritetet e mia që të rishikojmë gjithmonë në baza shkencore, në studime shkencore, medikamentet të cilat janë më të përdorshme nga mjeku i familjes sot, flas gjithmonë për tek parësori, nga medikamentet janë më të efektshme për pacientin dhe normalisht për vitin e ardhshëm e kemi në plan si Ministri i Shëndetësisë që t'i bëjmë rishikim kësaj listës së barnave të rimbursueshme. Kuptohet njësër shërbimesh mbështetëse, sikurse theksoi zoti Koja, absolutisht jam dhe unë dakord me ju që duhet patjetër të shikohet mundësia, kështu sikurse ka filluar në disa spitale të vendit, shikohet mundësia e privatizimit të këtyre shërbimeve dhe nga ana tjetër pushteti vendor, jam dakord në masën 50% me zotin Koja, pushteti vendor mund të futet tek parsori shumë mirë në funksion, mund të koordinoj punën së bashku me sistemin shëndetësor parsor pushteti vendor, por nuk mund të arrijmë ne tek spitalori që të bëjmë një kooperim tek sistemi shëndetësor, sepse ka një specifik të veçantë. Tek sistemi parsor ka një bashkëpunim të tillë, dihet që sistemi parsor funksionon me bord, edhe për emërimin, edhe për shumë problematike të tjera, me emërimin e personelit dhe problematika të tjera që shoqërojnë parsorin, dhe pjesë e këtij bordi nga 3 veta, një është patjetër është pjesë e pushtetit vendor. Kështu që nuk është se është i përjashtuar
nga gjithë sistemi shëndetësor. Tek parsori mund të them ka dhe fjalën e vet, por ajo që është shumë e rëndësishme është fakti që në shumë raste është vërejtur edhe tek parsori një problematik jo e vogël në lidhje me shkuarjen e infermierit apo të mjekut në zonat caktuara, zonat largta, dhe që normalisht pushteti vendor, pavarësisht se është pjesë e bordit, nuk përbën shumicën e tjera në bord për të marrë mas për një infermier apo një mjek. Kjo është një çështje cilën unë me stafin e Ministrisë së Shëndetësisë e kemi diskutuar këtë ditë dhe do të jetë përsëri një nga prioritetet tona në mënyrë që pushtetit vendor në këtë pikë t'i japim më shumë atribut në drejtim të kërkesës së llogarisë për sa i përket disiplinës së personelit parsorit. Që do të bëhet, le të themi, për ato spitale që kanë mungesë medikamentesh? Sikur se ju thash, po merren të gjitha masat në radhë parë për qendrën spitalore universitare në mënyrë që medikamentet bazë të mos mungojnë. Kemi një përmirësim të situatës, nuk është se u përmirësuar dje dhe sot, kuptohet që erdha unë në krye të Ministrisë së Shëndetësisë, po ka një përmirësim të situatës sepse kanë filluar ato efektet e furnizimit të spitaleve me medikamente mbas tenderimit të fazën e parë, le ta quajmë kështu, të tenderimit, kështu që është momenti tani që po furnizohen spitalet, por kjo nuk mjafton. Kjo do të thotë që nëse do ta lëm situatën ashtu siç është, do të thotë që të kemi këto muaj medikamente të bollshme në spitale dhe të vi përsëri fund viti ose fillimi i vitit tjetër dhe përsëri të kemi mungesa me medikamente, dhe kjo si rezultat i asaj që zoti Koja e përmendi, që ka spitale sot që në farmaci ose në magazinat e tyre kanë medikamente shumë të shtrenjta, të cilat jo se nuk hyjnë në punë, por shpeshherë nuk përdoren sepse nuk janë kaq të nevojshme ose të domosdoshme. Kanë specifikën e vet të përdorimit dhe ato që normalisht mund të nevojiten, por jo në atë sasi në cilat furnizohen spitalet tona. Prandaj dhe unë do t'i vë theksin tek fakti që këto medikamente të merren me racionalitet, të merren atëherë kur janë të nevojshme, dhe për këtë do rritet shumë roli, shumë e nevojshme, shumë e domosdoshme roli i shefave të shërbimit. Janë shefat e shërbimit, është shërbimi ai që do të vendosi dhe do të bëjë kërkesën për shërbimin e vet, për furnizimin e shërbimit vet me medikamente të caktuara. Mbi bazën e këtij propozimi që deri tani jo se nuk merret për bazë, jo se nuk bëhet propozimi, por nuk merret për bazë ashtu siç duhet dhe aq sa duhet. Kështu që unë do të qëndroj kësaj. Përgjegjësinë për shërbimin e kanë shefat e shërbimit dhe kanë mjekët që punojnë atë shërbim. Përderisa kanë përgjegjësi, atëherë do të kenë dhe kompetencë. Kompetenca do t'i kenë ata në lidhje me përzgjedhjen e atyre medikamenteve të domosdoshme për shërbimin e tyre. Kështu që shpresoj dhe shpreh bindjen që shumë shpejt kjo problematik do të vi drejt stabilizimit drejtësisë. Zoti Koja? Sot ministri i Shëndetësisë po përballet dhe bravo e qoftë që po evidenton në fjalit parë vet, sinqerisht se kjo do të pak të guxim qytetarëve të parë, po përballet me një praktikë të kohëshme, korruptive, të tenderimit të tyre medikamenteve. Kujt i intereson që të kenë to medikamente kaq të shtrenjta, nuk shkon dot ndryshe kjo histori. Kaq të shtrenjta dhe që janë me miliona euro dhe që janë stok atje, ndërkohë që aty brenda ka mungesa të tjera të laftashme. Atëherë do të thotë që spari besoj që këtu ka elementi një reformimi rrënjësor të vetë qendrës më të madhe universitare, spitalore. Besoj, nuk e di çfarë mendimi ndan ministri për këtë çështje. Një reformim total që ka të bëjë me aftësitë dhe me cilëtetin e menaxhimit të kësaj qendre të stërmadhe. Së dyti, një reformim që ka të bëjë me rishikimin e strukturës se si mund funksionojë sa më mirë kjo qendër, sepse kemi të bëjmë me menaxhimin e një qyteti brenda një qyteti, që nuk është kaq kollaj dhe ndoshta ka ardhur koha të rishihet apo të hidhet një debat lidhur me eficiencën e funksionimit të këtyre shërbimeve. Aty brenda janë 6 mega shërbime, pra 6 shërbime të mëdha, të cilat të duket qartë që të gjitha bashkë me një drejtori të stërmadhe, që ka më shumë, ja u garantoj më shumë antar administratës se çka administrata vetë e Ministrisë së Shëndetësisë, nuk po ecën. Përkundrazi, po krijon probleme të mëdha të tilla që mund të përkthehen në shumë gjëra, mund të përkthehen në korrupsion, mund të përkthehen në paaftësi, mund të përkthehen në shumë elemente të tjera. Ndoshta mund shikohet të ka ardhur koha të hapet debati me ndarjen e QST-s. Pra, me krijimin e 6 klinikave të mëdha apo 6 shërbimeve
sepse këto shefa që ministri përmendën shumë drejt, do jenë përgjegjës dhe të përgjegjshëm jo vetëm për medikamentet, por për të gjithë kualitetin e shërbimit brenda. Do të jenë përgjegjës dhe të përgjegjshëm edhe për politikat e rekrutimit të personelit, të mjekut të ri aty apo të infermierit. Dhe sigurisht edhe do të jenë të përgjegjshëm për buxhetin që do të marrin do të administrojnë. Sepse sot e kanë shumë kollajshëm të gjithë shefat e shërbimeve dhe të 6 shërbimeve të mëdha në QSOT, s'po flasim për spitalet rajonale, që ta ankohen thotë apo nuk kanë para, nuk kanë medikamenti, kanë kërkuar këtë, më ka ardhur kjo. Jo, nuk mund shkohet. Atëherë, vetë ndahet të shërbimit dhe secilit marrë përgjegjësitë e veta. Përsëri unë jam shumë realist dhe nuk mendoj që nesër mëngjes kur të ndahen kjo QSOT të bëjnë 6 shërbime do plotësohen 100% nevojat. Por ama e di fare mirë se si menaxhohen këto shërbime. Se e di fare mirë që ky shërbim, duke prodhuar X të ardhurave dyqësore, është në gjendje nëse do të kemi fleksibilitet ligjor në menaxhimin e këtyre të ardhurave dyqësore, për të mundsuar me mbajtjen e aparaturave, do ndryshim ligjor, por ndoshta që duhet vullneti i qeverisë dhe kryeministrit vetëm juaj si ministër, se si mund të menaxhohen këto ardhurave dyqësore, se si mund të mirëmbahen aparaturat, se si mund të plotësohen deri në përqindje aq sa munden nevojat për medikamente dhe për material medikimi, edhe kështu me radhë, sepse jemi gjithashtu kontshient që jo të gjitha shërbimet ose jo të gjitha klinikat aty prodhojnë të njëjtin nivel të ardhurave dyqësore, të e dim fare mirë. Nga ana tjetër, një problem që lidhet vetëm për QSOT, se po fokusohemi këtu, janë ka të bëjë me spitalet rajonale me një buxhet tradicional kur lëvizjet demografike të popullsisë kanë arritur kulmin. Pra, sikur të marrim vetëm spitalin rajonal të Lezhës. Me të njëjtin buxhet tradicional kur sot në Lezhë ka një ardhje e prurit të jashtëzakonshme popullate nga shumë zona përreth. Tash nuk mund të marrë përsëri spitali Rrëshenjit të njëjtin buxhet që ka marrë dhe spitali Lezhës të njëjtin buxhet kur spitali Lezhës është spitali rajonal. Dhe absolutisht duhet rishikuar, nuk e di. Jo, është një nga çështjet për cilat sot kam pasur një takim edhe me drejtoreshën e Institutit të Kujdesit Sigurimeve Shëndetësore, me cilën kam diskutuar dhe në lidhje me çështjen e lëvizjeve demografike dhe të buxhetit që është trashëguar në fakt dhe vazhdon edhe këtë vit buxhetor që s'kemi çfarë të bëjmë, nuk e ndryshojmë dot, të mbetet ashtu siç ka qenë. Në fakt është shumë e drejtë kur sot janë disa spitale rajonale të cilat mund të them që kanë rreth ndoshta jam i gabuar, por rreth mbi 50% të punës që kanë patur dhe ndërkohë gëzojnë të njëjtin buxhet dhe meritjet buxhetore të përvitshme që po bëhen, pra uritet dhe atyre buxheti, ndërkohë që puna është shumë e vogël se vitet e mëparshme. Ndërkohë nga ana tjetër që shumë raste të cilat normalisht mund të trajtohen shumë mirë në këto spitalet rajonale nuk i mbajnë vetë, ndërkohë që buxhetin e marrin 100% për nevojat dhe kërkesat, ata ja dërgojnë Tiranës dhe të gjitha këto i përballen tek QSOT-ja. Pra është një problem shumë madhor dhe kjo çështja e ardhjes pacientëve me patologji të cilat mund të përballohen shumë mirë në spitalet rajonale. Dhe këtu absolutisht është një nga çështjet për cilat do të merremi në buxhetin e ardhshëm lidhje me lëvizjet e fondeve nga këto spitale rajonale, sidomos të fondeve që kanë të bëjnë me furnizimin me medikamente, në mënyrë që QSOT-ja që përballon një fluks jashtëzakonisht të madh, të paparashikuar do të thoshja unë, të ketë dhe një buxhet më shumë. Padyshim nuk është thjesht buxheti. Unë e ritheksoj, janë përmirësime në menaxhim, kërkesa më shumë e llogarisë, përmirësimi i asaj strukturës ose i skemës së tenderimit, le ta quaj, që kush dëgjon tenderim thotë po merret ministri me tendera. Jo, absolutisht. Nuk kam lidhje fare, por dua thjesht të përmirësohet skema në mënyrë që të mos kemi probleme me furnizimin e spitaleve me medikamente. Ka medikamente në QSOT, në spitalet tjera rajonale që vërtet janë medikamente shumë të shtrenjta dhe të papërdorshme, unë e thash vetë po e rithem prapë, dhe nuk mund të vë gishtin tek asnjë njeri dhe të thonë që jo, se kjo është një metodë korruptive, prandaj erdhëm deri këtu. Do të them që po janë krijuar gjithë këto si rezultat i mos menaxhimit të mirë ose i neglizhencës. Po bëjnë qytetarë. Por që pikërisht po e ritheksoj, do të vihet theksi, do të vihet dorë mbi këtë çështje në mënyrë që të paktën të fillojmë nga viti i ardhshëm, sepse jemi të kondicionuar nga buxheti, prandaj po e them që të mos kemi probleme të tilla me spitalet e vendit. Okej, do të shkojmë në një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi më njëherë pas pak.
Okej, jemi sërish së bashku të nderuar televizionistë pas kësaj ndërprerje publicitare. Gjithsesi, zoti Koja, do të ndalja tek ju. Qytetarët, pavarësisht se ne folëm deri tani se si është gjendja apo se çfarë do bëhet, sigurisht që në ato që qytetarët dëgjojnë në këto 20 vjet kanë dëgjuar është retorika e përhershme. Pra, çfarë konkretisht duhet ndryshojë në terren? Pra, kemi spitale paracakosh në një emision në kilometrin 28.000 që ne transmetojmë, kishim reportazh për gjendjen e spitaleve dhe për spitalin e Gjirokastrës. Zoti Tavo besoj pra se si janë kushtet atje, e di besoj po edhe ju, sepse keni qenë, po kështu ka edhe spitale tjera ku mungojnë pothuajse të gjitha. Ju thatë atë batanien, pa ajo është shumë e rëndësishme. Nuk është thjesht çështja e spitalit Gjirokastrës, tu është çështja tek fenomeni. Dhe si mund kurohet fenomeni. Shiko, sot kemi dy përveç probleme që ne i evidentuam dhe që natyrisht i takon maxhorancës veproj, s'mund veproj opozita, por në fundit problemet mund t'i evidentojnë dhe ata që nuk janë në maxhorancë. Spitalet tona kanë një problem të madh. Së pari, kanë problemin e shfrytëzimit të shtratit. Ne sot kemi spitalet bashkiak, kemi edhe spitalet rajonal. E dini sa është shfrytëzimi i shtratit? Shfrytëzimi i shtratit në spitalet e bashkiakut të qyteteve është 32%. Shfrytëzimi i shtratit në spitalet rajonal, pra spitalet e Lezhës, Durrësit, Kundërshtar, mesatare është 38%. Ndërkohë që ditë qëndrimi mesatar është 6 ditë. Nuk është pak. Ndërkohë që Sanatoriumi i Tiranës ka ditë qëndrimi 9.4 ditë. Natyrisht, shfrytëzimi i shtratit që sotoja ka më të lartë, po është normale më lart se vjen nga Shqipëria, sepse nuk ka spitale rajonal Tirana, dhe ka 63% shfrytëzimin e shtratit, ndërkohë që gjithë spitalet tjera kanë mesatarja 38%. Po ka dhe spitale si fjala vjen i Ballshit apo në spital tjetër, që shfrytëzimi i shtratit është me 90%, ku tërë vitin shtrohen pacientë sa gishtat e dorës. Ndërkohë që shtretit janë po ata, personeli është po ai, apo jo, pagat janë po ato dhe ndërkohë që sot që flasim ka mungesa për fat keq të disa specialistëve ose specialiteteve në disa spitale të tjera. Fjala vjen te kardiologët në një sër spitalesh, në jug të vendit apo në veri. Pra, ndoshta këtu me një politikë diferencuese dhe stimuluese dhe në pagesa, në paga, mund të bëhet e mundur që të zëvendësohen ato specialitete. Të paktën deri nuk e di ç'është për këtë vit, por deri vjet mungonin kardiologët në një spital të jugut. Nuk kishin Tepele, nuk kishin Përmet, kishte vetëm Gjirokastër. Pra imagjinoj gjithë qarku kishte një apo dy kardiologë vetëm Gjirokastër. Plas për spitalet. Dhe në asnjë nga ato zona përreth, që është një problem shumë i madh. Në një anë. Dhe sigurisht që nga ana tjetër bëhet fjalë pikërisht për këtë që tham, pra përveç problemit të shfrytëzimit të shtatit, është edhe ditë qendrimi mesatar që është kaq i lartë dhe që në fundit të gjitha ato kur rëndojnë. Rëndojnë në këtë kosto, pra rëndojnë në këtë buxhet, ndërkohë që buxheti i jepet vazhdimisht ai i përvitshmi dhe na ndodhi siç ndodhi edhe në 2007, kur spitalet edhe për patologjinë e famshme të meningitit, zotave di fare mirë, e ishin nga vetja dhe i sillen gjithë në Tiranë. Të gjithë Tiranë, për fat keq ku mundi trajtonin fare mirë vet. Dhe asgjë nuk shoqërua me transferin buxheti. Dhe ndërkohë kur në Tiranë nuk ka spital rajonal. Pra është domosdoshme që Tirana të shfryhet, të dekongestionohet me një spital rajonal 300-400 shtretër, me një database të mirë përcaktuar, me një set shërbimesh që dihet fare mirë që të bëjë që të bën diferencimi nga terciari, për ta liruar këtë që soton e shkretat famshme, një kohë, që të kryej ato ndryshime që duhen kryer. Dhe nga kjo shkojmë tek problemi tjetër, që është problemi i diagnostikës së spitaleve. Sot nuk mund të diagnostikojmë më thjesht me eko apo me grafira, zotave di fare mirë. Bëhet fjalë për fjalë më të fundit të shkencës teknikës, pra përveç skanerëve dhe për rezonancë magnetike. Po të paktën t'i afrohemi fqinjve, që është për shembull Maqedonia një rezonancë magnetike për 800.000 banor. Sigurisht ka pas tendenca, domethënë di fare mirë që ka qenë një plan për deri e një sër skanerëve për të paktën për spitalet rajonale. Mund të them që në këtë pikë, mund të them që në këtë pikë tek diagnostika mund të them që situata është shumë e përmirësuar. Jemi më mirë se ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, jemi më mirë se vendet tjera të rajonit, edhe për mbulimit me rezonanca magnetike dhe mbulimit me skanera. Sot kemi skaner në të gjitha spitalet rajonale. Kështu që ka një përmirësim të dukshëm për sa i përket diagnostikës. Këtë e kam pranuar që në fillim, e kam thënë që në fillim dhe nuk mund ta mohosh sepse pavarësisht se ato nuk kanë filluar në gjitha spitalet të funksionojnë, janë në montime sipër këto aparatura, kështu që do të vi momenti që shumë shpejt brenda një muaji që do fillojnë të funksionojnë, kështu që me diagnostik, me aparate diagnostikuese, vendi ynë është i mbuluar dhe mund të them është një nga vendet më të përparuara të rajonit. Këtu do e dilja. Duhen specialistë. Pra, domethënë problemi është që para 3 vjetësh është bërë një plan i mirëfillt, e di shumë mirë nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me blerjen e këtyre skanerëve, pra me marrjen e skanerëve për Spitalet e Republikës. Sot që flasim bashkë,
Aktualisht akoma në një numër spitale rajonale këto skana nuk janë vendosur në punë. Për një arsye, unë mendoj që janë arsye subjektive, jo objektive. Pra vjen vendosën punë. Po jo, ka disa probleme kjo, nuk është thjesht ambienti ku të vendosë skanerin. Ka disa probleme aparatura. Aparatura nuk është çështja kur ta marrësh, është çështja e makinës. Problemi është që mirëmbajtja sa të kushton mirëmbajtje dhe ai që do ta përdori këtë makinë, pra këtë aparaturë. Pra, a kemi ne tërë personelin e aftë të trajnuar për të menaxhuar si për të përdorur këtë aparaturë? Dhe e parë kjo, dhe dyta, personeli i parë. Dhe e dyta, dakord të mor aparatura e shtrenjtë dhe për një vit e ka garancinë që e mbulon firma që sjell. O zotëri, po keni parë ndonjëherë që të prishet skanerit e privati? Asnjëherë. Ndërsa skanerit e shtetit punon si forestrat malore, që punon 3 muaj prishet 2 muaj, punon 2 muaj prishet 7 muaj, jo kështu nuk mund shkojmë në Shqipëri. Pra, çështja është e mirëmbajtjes së këtyre aparaturave. Prandaj ngul këmbë përsëri në krijimin e burimeve financiare që të bëjë të mundur mirëmbajtjen e aparaturave. Jo gjithçka mund të pritet nga i famshëm buxhet apo shpenzime operative zëri 603 apo 605. Jo, nuk mund të pritet më kështu. Pra duhen burime alternative për të mundsuar mirëmbajtjen e aparaturave. Në fakt, Gjirokastra e ka pasat problematik dhe e ka akoma problematik për sa i përket maternitetit të spitalit rajonal, por mund ju them që Gjirokastra nuk ka problemin tjetër të furnizimit të spitalit me medikamente, absolutisht në çdo moment qytetarët shkojnë, paraqiten dhe marrin trajtimin sipas recetës së mjekut në spital pa u detyruar të dalin jashtë blejnë medikamentet në për farmacira. Flasim gjithmonë për medikamentet bazë. Gjirokastra këto i ka. Prandaj unë thash në fillim që po tendenca ime është e para kërkesa llogarisë ndaj drejtuesve të spitalorit për sa i përket furnizimit me medikamente dhe nga ana tjetër një sfidë është infrastruktura. Kështu që ka nevojë ndërhyrje në infrastrukturë, ka nevojë absolutisht për shumë ndërhyrje për sa i përket disa spitaleve rajonale të Republikës për të rregulluar gjendjen që për shembull morët Gjirokastrën dhe është normale, unë jam deputet i Gjirokastrës, një nga ata që e ka ngritur problemin dhe në parlament për Gjirokastrën kam qenë unë për sa i përket maternitetit të Gjirokastrës. Megjithatë kërkohen ndërhyrje dhe që si vjet është vendosur nga ministri Vasili një fond për rikonstruksionin e maternitetit Gjirokastrës. Në mos gaboj, nuk e di, duhet këtë filluar dhe puna nuk jam i sigurt, por tenderimi ka përfunduar, kështu që do filloj rikonstruksioni i maternitetit, ashtu sikurse edhe një sër institucionesh tjera shëndetësore në të gjithë vendin. Kuptohet për sa i përket specialistëve që tham ka mungesë specialistësh. Ka mungesë specialistësh, po ka një zgjidhje. Zgjidhjen e mungesës specialistëve bën telemedicina sot. Sot me vendosjen e këtij sistemi në të gjitha spitalet rajonale, ne bëjmë të mundur që pacienti të bëj ekzaminimin në Gjirokastër, ose në Shkodër, ose në Korçë, ose në Vlorë dhe ta quajmë në gjuhën popullore leximin e këtij ekzaminimi të skanerit do ta bëj specialisti në Tiranë dhe përgjigjen do ta marrë pacienti në Gjirokastër. Çfarë bën kjo? E para një herë kryen një ekzaminim dhe diagnostikim të specializuar nga specialist që i kemi në QSUT, e dyta shkurton kohën dhe e treta shkurton shpenzimet e pacientit që është i detyruar më përpara të vinte në Tiranë, të mbante radhën për të bërë një skaner për rezonancë, nuk diskutohet që do të mbante radhë të gjatë dhe normalisht shpenzimet e rrugës, shpenzimet e qëndrimit e tjera që pra ul koston dhe përmirëson absolutisht cilësinë e shërbimit. Gjithsesi, një tjetër problem është ku qytetarët i drejtohen, le të themi, spitaleve të vendit, treqereku i mjekëve, i doktorëve, kalojnë ose punojnë në privat. Do të ketë, le të themi, e kenë plan të si do të çfarë skeme mund të përdoret e re, pasi e kanë fjalën mbase nuk është ai vlerësimi, le të themi, doktorëve maksimal pra për pacientët, pasi shumica e tyre i shohim për spitale private, sepse shpesh pra shqiptarët nuk është se nuk kanë besim tek bluzat e bardha, nuk kanë besim tek bluzat e bardha, por e kanë pikërisht tek ajo që çai shërbehet, se janë po të njëjtë doktorë janë ata. Mund t'ju them që kam përshtypjen që të njëjtin mendim ndan edhe kolegu zoti Koja, por
gjithë ne që jemi pjesë e sistemit shëndetësisë, mund të them që kemi të njëjtin qëndrim dhe mendim që ne absolutisht kemi mjek shumë të mirë, absolutisht kemi personel shëndetësor të lartë dhe të mesëm shumë të kualifikuar dhe për këtë nuk vuajmë, nuk kemi vuajtur ndonjëherë. Kuptohet, ka një problem. Problemi qëndron tek disiplina dhe tek etika. Ka shumë sot, sikur se e thoni dhe ju, që lën në orën 12 drekës punën në spitale dhe ikin tek privati. Ose ka sot infermiera apo dhe sanitare që nuk kanë etikën profesionale që duhet kur përballen me pacientin apo dhe me familjarin. Nuk them që kjo është e generalizuar, por ka një pjesë të tillë. Unë sot kisha një takim në QSOT dhe kam vënë theksin pikërisht e kjo. Disiplina në punë që fillon që nga administrata dhe vazhdon tek personeli shëndetësor, i lartë dhe i mesëm, etika në punë që është e lidhur më shumë edhe me administratën, me departamentin e marrëdhënieve me publikun në çdo drejtori, por dhe me personelin e mesëm shëndetësor dhe që është një nga kërkesat që unë e kam në krye të vëmendjes time për ta bërë realitet ndaj stafit, drejtues të gjitha dikastereve, flas të gjithë sistemit të shëndetësisë, domethënë në të gjithë Republikën. Është absolutisht e vërtetë kjo që thoni ju, por nëse do të kërkohet llogari ndaj këtyre njerëzve jo të ndërgjegjshëm që janë shumë pak, po i ritheksoj shumë pak, sepse thuhet ndonjëherë bluzat e bardha se i kemi bërë në gjuhën popullore bluzat e bardha sikur janë në të vërtetë janë heronj në kushtet që po punojnë dhe punën që po bëjnë dhe që po përballen me rastet nga më të ndryshme, me situata nga më të ndryshmet, kështu që nuk mund ta generalizojmë, nuk mund të përfshim kur themi ka një njerëz pa ndërgjegjshëm që mund të jetë mjek ose mund të jetë infermier, nuk mund të themi që gjithë sistemi është i mbushur me njerëz të tillë. Janë shumë pak, pikërisht e generalizojmë, e përgjithsojmë. Themi që domethënë një dru i shtrëmbër prish e keni parasysh. Kështu që prandaj them që një mund të jetë, por ja që në fakt përgjithsohet kjo ide për të gjithë mjekët, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë dhe rol këtu po e ritheksoj luan dhe duhet luajë edhe media. Sepse ka një rast, nuk e mohoj, sikurse mund të ketë ndonjë rast korruptiv, por është shumë sporadik. Ne jemi mjek vetë, kemi punuar në spital. Nuk është e generalizuar. Prandaj them që duhet jemi më të kujdesshëm kur flasim tuaj zyrtar. Jo, absolutisht, koha ime është, unë kam në klinikë kam punuar deri para 2 vitesh në maternitet. Pavarësisht jam shkëputur tani. Kështu që zoti Koja, unë mendoj që mos ti më shem rasteve sporadike. Besoj që çdo qytetar duhet të paguajë. Kjo është relative se varet se si interpretojnë qytetarët që duhet marrë absolutisht parasysh, po varet se si e shikon në një këndvështrim të marrjes së të dhënave. Zoti Tavo është sot ministër dhe ka gjithë mundësinë administrative të nevojshme për të marrë këtë informacione për këtë çështje. Do mendoj që fenomenet fjalë, ministri aktual fare mirë mund t'i disiplinojë me 2 akte, me 2 urdhra ministri. Pra, së pari Zoti Tavo e ka plotësisht dorë si ministër të disiplinojë natyrisht në bashkëpunim me struktura të tjera të shtetit që mos ketë më farmaciera private rreth rrotull spitaleve që nga QSOT-ja dhe gjithë spitalet rajonale në një rrezë për 2 apo 3 kilometrash. Shumë e thjeshtë. Madje ka doktor që thotë shko merre këtë ilaç te kjo farmacia. Nëse bëjmë këtë, pastaj fillojnë të ndërpriten shumë elemente të quajtura ose tash të quajtura korruptive. Nuk po vim kësaj lloje dhe nuk po duam të gjykojmë në mënyrë të njëjtshme. Por fare mirë nëse nuk lejohen më këto farmacia rreth rrotull spitaleve, zgjidhet një fenomen shumë interesant, korruptiv. Dhe së dyti, përsëri, urdhri ministrit do ta sqarojë fare mirë që personeli mjekësor, që edhe unë ndaj një mendim me ministrin, që është vërtet shumë i kualifikuar, dhe që është një personel që nuk mundet dot të etiketohet si bluzë errët, por është bluzë e bardhë, sepse në 97-ën kur është shteti bluzët e bardha ishin krye detyrës, mos harrojmë kurrë. Atëherë fare mirë, mund të disiplinohet mënyra e punësimit të mjekëve. Të paktën deri në orën 16 nuk ka pse mjekët që punojnë në sektorin publik, ti gjesh në orën 12, ti gjesh në sektorin privat. Sepse kjo do të thotë që nuk i ofrohet shërbimi shëndetësor publik pacientëve, krijohen mundësia që këto pacientë marrë dhe ti transportosh
si diçan kamion tek strukturat jo publike, pa tek spitalet private, apo tek klinikët private, kështu me radhë. Pra, mund të disiplinohet fare mirë dhe në mënyra të punësimit të mjekëve, nuk është e thjeshtë, do të ketë një lloj opinioni edhe shkopinjon rrota, ne di shumë mirë këtë histori, sepse edhe shumë vite më parë kur që zoti Solis ministër, unë ministër, pastaj në bëra ministër, patën probleme të si të lejonin mjekët për të punuar në privat, pra fillimisht ishte çështja kush kishte titull shkencor, profesor, doktor nuk lejohet të punësimit të tjerët jo, pastaj e përbërë situat. Unë mendoj që sot nuk kemi më në ato kushte, pra secili mjek apo infermier ka të drejtë të punësohet, por ama ka një limit. Pra, fare një mund disiplinohet, se në fund kemi detyrim ndaj shtetit në zotën. Pra, mund disiplinohet mënyra se si mund punosh në shtet dhe se si mund të punosh privat. Sepse kjo çfarë do të nxjiste? Së pari do të garantonte cilësinë e shërbimit shkencor publik, së dyti do të nxjiste një konkurrencë mos e normale midis shtetrorit dhe privatit, dhe kjo konkurrencë nuk ka asgjë të keqe përveç rritjes së cilësisë së shërbimit, ashtu sikurse po pretendohet arritje në arsim kjo midis sektorit publik dhe privat. Dhe në fundit i bën edhe mjekët për qytetarët shumë të përgjegjshëm që fare mirë, të gjithë qytetarët duhet ta dinë dhe mund ta dinë që deri në këtë orë, pa deri në orën 16, deri në orën e punës, të gjithë mjekët janë në shërbimin shkencor publik. Në mbarë janë të lirë, punësohen, në shumë kontrata etj me privatën e çdo. Por ama nuk mund të zbrazet sektori publik nga mjekët sepse ka një ofertë më joshse me part-time ose me orare kufizuar punë private. Kjo nuk do të thotë mos punë privat, por ama mund të disiplinohen fare mirë. Nuk e di. Do të janë dy elemente që këtë theksova dhe unë pikërisht disiplinimi. Mund të shikohet fare mirë, ashtu sikur se thashë një herë që nëse do të arrijmë që në një rrezë 2-3 kilometra farmacitë nuk vinë rreth spitaleve, kemi përpaqë dhe shumë ndryshe. Kemi përpaqë dhe shumë ndryshe furnituar në spitale, medikamentet në spitale, dhe përpaqë që do të ketë shumë më pak probleme lidhur me recetat që japin mjekët në medikamente që nuk gjenden në spital, por që gjenden në farmacitë rreth spitaleve. Që gjithashtu është një fenomen që po e gangrenizon shërbimin shkencor shqiptar për vitesh, jo sot. Po për sa i përket shërbimit parësor, kanë fjalën për qendrat apo klinikat në zona tjera jo rurale. Pra, keni le themi si besoj edhe pse jeni prej pak ditësh keni marrë besoj informacion si janë gjendje çfarë a do të ketë. Mund të them që ka një zhvillim pozitiv edhe për sa i përket sistemit parësor, për sa i përket investimeve në sistemin parësor. Është investuar në shumë qendra shëndetësore, jo vetëm në qendrat e komunave, por në shumë qendra shëndetësore edhe në fshatra të caktuara. Ka akoma kërkesa për plotësim të disa fshatrave të komunave, pra po i theksoj qendrat shëndetësore në qendra komunash funksionojnë absolutisht më së miri. Ka qendra në disa fshatra ose ambulanca, siç quhen, në disa fshatra që ka kërkesa për t'i rikonstruktuar ose ka dhe fshatra që mund të kërkojnë edhe të ndërtohen. Kuptohet është një proces në vazhdim, nuk mund të përfundoj për 6 muaj ose për 1 vit, por vëmendja do të vazhdoj të ekzistojë edhe ndaj sistemit parësor për sa i përket investimeve për qendra shëndetësore, por ajo që ka shumë e rëndësishme se investimi për qendra shëndetësore është mbulimi i gjithë territorit, gjithë popullatës me shërbim shëndetësor, pra me mjek dhe me infermier në çdo qendër në çdo fshat. Dhe kjo është për mua është sfida më e madhe se sa investimi që mund të bëhet në një komunë caktuar, në një ambulancë caktuar që pa diskutim shkojnë paralelisht, dhe nga ana tjetër dhe kërkesa e llogarisë ndaj atij personeli ekzistues, por edhe ndaj personelit tjetër që mund të duhet për të vajtur dhe për t'i shërbyer qytetarëve dhe jo thjesht për të qenë prezent në listat, në borderot, të marrin rrogën dhe mos shkojnë. Prandaj thash pak më përpara që këtu do të rrisim rolin e pushtetit vendor në kontrollimin dhe në disiplinën e punës së deri sot s'është bërë. Nuk e them që nuk është bërë, ka pas efektet e veta, por kuptohet, kërkohet më shumë punë, kërkohet më shumë këmbgulje në këtë pikë dhe më shumë autoritet pushtetit vendor në këtë pikë. Pikërisht. Do të qenë në fillim. Ndoshta këtu besoj që mund të jetë nevojshme një iniciativë ligjore për të bërë disa mendime të nevojshme në ligjin për pushtetin vendor, për të lidhur pikërisht me këto atributa e lidhur me këto kompetenca, pra dhe përgjegjësi. Mundet, nuk e di. Nuk e di, ndoshta dhe atje mund të duhet, por ajo që është e rëndësishme është që pushteti vendor është pjesë e bordit që i emëron dhe i shkarkon këta. Megjithatë, një urdhër i ministrit mund të dali dhe ku të kërkohet nga të gjithë shefat e parësorit, kudo që i kemi në gjithë Republikën, që të kërkohet prej tyre që të respektohet më shumë mendimi i pushtetarëve vendor, të cilët i njohin më mirë hallet dhe problemet e
qytetarëve të tyre se sa një drejtor i shëndetit parësor të Tropojës apo të gjirokasës time, që normalisht nuk mund të them që mund të jetë për ditë në çdo fshat. Është ai kryetari i komunës, kryetari i njësisë bazë, pra njësisë vendore që njeh më mirë problemin e qytetarit dhe vajtjen ose jo të infermierëve apo të mjekëve në zonat caktuara. Pra, këmbgulja në këtë pikë do të bëj të mundur dhe mbulimin e gjithë territorit të Republikës me personel. Pra, do të shtoj diçka tjetër lidhur me këtë. Sot mund të them që pasojë shumë viteve kemi një hartë sanitare, pra nëse po flasim për shërbimin parësor, një hartë sanitare që flet, është një hartë sanitare që ka thithur investime të përvitshme lidhur me kompletimin infrastrukturor, deri diku me personel. Shërbimi parësor në fundit është filtri. Pra është një shërbim që ka si qëllim madhor profilaksin, pra parandalimin e sëmundjeve, profilaksinë e popullatës e kështu me radhë. Dhe nëse ne jemi një vend që edhe në nivel europian dhe botror kemi çfarë themi dhe mund të krenojmë për sa përket sistemit të imunizimit kombëtar, pra sistemit të vaksinimit, dhe arritjet janë absolut, thash, unë hy tek një realisht dhe vaksinimi është një arritje nga vite të sistemit shëndetësor. Mund them që sot vetë zhvillimet e rrugësme në vend kanë krijuar disa problematika të tjera për shërbimin parësor. Spari, ky kompletimi i hartës sanitare, pra me qendrën shëndetësore, por edhe me ambulanca komunash, nuk po shkon paralelisht me realisht nevojat që ka shërbimi shëndetësor në këto zona. Pse? Sepse e pa nevojë për mjek familje dhe interesi i vogël për të specializuar mjek familje. Së dyti, nuk po duan të kuptojnë edhe disa pushtetarë vendor, por edhe disa politikanë, që sot ne nuk mundet do të investojmë se s'bën në ambulancën se s'dua të paragjykoj asnjë lloj komune apo bashkie, ku nëse deri dje ishte 8.000 banor, sot kanë ngritur me 300 banor. Kjo nuk do të thotë që këta banor nuk do të marrin këtë shërbim shëndetësor. Por ama ka mënyra të tjera kolaterale për t'i ofruar këtë shërbim shëndetësor. Dhe nuk mund të marrë të investohet siç mund të investohet përpara. Por së dyti, nëse kësaj mund t'i bëhet Ermani, problematikët sot kanë dalur për sa përket shërbimit parësor, janë disa elemente që evidenton epidemiologjia shqiptare. Pra profili epidemiologjik i Shqipërisë sot, ne na tregon qartë që nëse Shqipëria nuk ndryshon shumë nga vendet e Bashkimit Evropian për sa përket vdekshmërisë, ndryshon shumë për sa përket sëmundshmërisë, e cila është tepër invalidizuese në Shqipëri, për fat keq. Mund të themi që në Shqipëri ka rritje galopante sëmundjet kardiovaskulare, për bën rreth 52% vdekje sëmundshmërisë. Absolutisht janë dalë në plan të parë. Së dyti në Shqipëri ka një rritje të frikshme që nuk po i përgjigjet shërbimi shëndetësor parësor për ta parandaluar ose për ta parë në kohë një sërt sëmundjesh kanceroze. Është kanceri i gjit me 20 raste të reja për 100.000 banorë në vit, është një shifër llaftashme. Është kanceri i qafës mitrës, që gjithashtu po shtohet me ritme galopante këtë raste. Dhe që absolutisht kjo tregon që sot ky shërbim shëndetësor parësor për fat keq është kapur i paprogatitur për të profilaktuar, pra për të mundsuar depistimet në fjalë, pra për të zbuluar këto në fazën e tyre ashtu siç e bën sistemi evropian. Pra, prandaj them që nëse nga pamja e vdekshmërisë nuk kanë një korpë të madhe Shqipëria, nga pamja e sëmundshmërisë, invalidizimi në Shqipëri është shumë masë në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe ky është problemi i madh i shërbimit parësor, që duhet riparë ndryshe. Çfarë mund të bëhet fare mirë në Shqipëri? Sigurisht që nuk është luksi për ta bërë sot, por mendoj që ka kohë që në Shqipëri të instalohet programi kombëtar i zbulimit të pacientit. Pra shteti duhet marrë përsipër të bëjë një set ekzaminimesh bazë, falas, me të gjitha qendrat shëndetësore apo poliklinikat dhe spitalet e Republikës, me anë të cilave në fare mirë mund të zbulojë shumë sëmundje në stadiet tyre fillestare. Dhe kjo do t'i kursejë jetën pacientit, kjo do t'i kursejë shtetit miliona dhe miliona euro në buxhet nëse do t'i lëmë ta njerëz pastaj mbrapa të vardisen, të shkojnë, të përfundojnë dyert e spitaleve, të shtohen atje, mos marrin kimin nevojshëm, shkojnë në farmaci të spitaleve për të ilaçe se s'ka ti bën, kupton? Apo në vende të tjera dhe ty pastaj një zinxhir i kalvari që janë vuajtje, është shpenzim kohe, nervash, jetë dhe buxheti, qoftë familjar, qoftë shteti gjithashtu që në fund fare të gjithë palë dalin prapë pak kënaqur. Pra, mendoj që sot ka ndryshuar profili epidemiologjik, ka një sëmundshmëri dhe cilave filtri apo vigjilenca e shërbimit parësor sot është shumë e ulët për fat keq, ndoshta kemi ka përgatitur të marrë gjëra të tjera dhe në fakt di një gjë, Shqipëria ka pasur halë të tjera. Pa Shqipëria deri para ditësh ka pasur halë të rrugëve, halë të bandave, pa halë të republik, ka pasur halë të tjera dhe prandaj thash që vullneti politik është ai që nëse fokusohet drejt shëndetësisë, mund të mundsojë reformat.
Ministeri nuk e bën dot. Jo, padyshim, unë mendoj që kjo çështje absolutisht është kështu siç thotë doktor Gjergji, por mendoj që një rritje të nivelit të kualifikimit të mjekëve, personelit shëndetësor që janë sot, që punojnë në këto zonat rurale, do të mundsonte edhe një diagnostikim dhe depistim të hershëm të këtyre patologjive që padyshim janë në rritje, është çështje kualifikimi. Ne sot, një nga çështjet që sot diskutuam dhe me dekanin e Fakultetit të Mjekësisë është çështja pikërisht e mikrospecialiteteve dhe le ta quajmë kështu, domethënë të plotësimit të këtyre qendrave të caktuara që nuk kanë sot mjek familje, por të plotësimit të këtyre qendrave me mjek familje, duke kthyer mjekun e përgjithshëm sot me një specializim afat shkurtër, ta kthejmë në mjek familje dhe me një kualifikim të cilin unë mendoj që mbas një përvoje pune të caktuar dhe mbas një kualifikimi tjetër mundet shumë kollaj, nuk e di doktor Gjegji nëse ndan të njëjtin mendim, mundet që ne ta kthejmë në mjek familje, mjekët aktualisht, po me një përvojë pune të caktuar në këto qendrat shëndetësore në zonat rurale apo dhe në spitalet e vendit, mjek të cilët janë të përgjithshëm dhe që duan të kthehen në mjek familje. Pra, ajo që unë theksoj është më së vërtet fakti që ka disa patologji sot që janë në rritje dhe që nuk ka patur depistim të hershëm, mendoj si rezultat i nivelit kualifikimit të mjekëve të cilët dalin nga bankat e shkollës dhe i çojnë mjek të përgjithshëm direkt dhe përballen me patologji të tilla, jo se janë të paaft, absolutisht dalin shumë të përgatitur, por tjetër gjë fakulteti dhe tjetër gjë përvoja e punës dhe praktika që përballet mjeku me një patologji të caktuar në një zonë, në një fshat të caktuar, dhe çfarë ndodh duke mos e njohur e nis në Gjirokastër ose nuk e nis dhe kështu me radhë, ose nëse do të kesh një mjek familje permanent në një zonë të caktuar, padyshim që mjeku i familjes do të shkojë dhe do ta vizitojë dhe do ta depistojë, do ta diagnostikojë paraprakisht një patologji të caktuar dhe mundet që shumë herët mund ta nisi vërtet për diagnostikim të mëtejshëm në qendrën shëndetësore, në spitalin më të afërt ose në spitalin rajonal dhe normalisht ulet dhe numri i këtyre sëmundjeve dhe depistimi i hershëm i tyre dhe ulet shpenzimet. Okej, shkojmë në ndërprerjen e fundit publicitare dhe kthehemi për minutat e fundit të emisionit. Okej, jemi kthyer sërish për minutat e fundit të emisionit, pra të nderuar teleshikues. Zoti Koja, prekëm pak më parë që tha edhe zoti Tavo për infrastrukturën, le të themi në spitale, po ka dhe problematika le të themi tjera të cilat qytetarët i shqetësojnë. Po të shkojmë me emisioni Alarm, për shembull, shpesh ka shkuar në për spitale, kafene brenda në për spitale apo pastërtia, gjithë e dim se si është. Por ka dhe shqetësime të cilat imagjinohen se çfarë ndodhi në spitalet tonë. Ajo që unë do të thoj është që një sfidë më vete lidhur me mirë funksionimin e spitaleve tona, sidomos të spitalit universitar Nën Tereza në Tiranë, por edhe të spitalit të sëmundjeve të mushkrive, që gjithashtu nuk është më i vogël dhe ka goxha problematik, apo dhe të dy materniteteve gjithashtu, që zoti Tavi gjithashtu i di akoma më mirë se unë. Është sfida e madhore e tyre është ndrimi në institucionet e mirëfillta shëndetësore. Sot që flasim bashk, aty një numër personash i shikojnë të spitale si vende gjyqëtie të mirëfillta, se kush ka parkingun e spitaleve, se bëhet goxha para, se kush ka aty brenda strukturë restorantesh brenda spitaleve, ato se jemi në për vende turistike, spitali nuk është vend turistik. Qendra spitalore universitare është një vend kurativ, është një institucion me shtretër ku kryhet një numër shumica dormuese e ndërhyrjeve operatore dhe e vizitave. Unë i përmenda shpar një shifër të gjithashtu të dhënë nga sistemi informacionit që SOT-s, që vetëm në 6 muaj janë bërë rreth 62.000 vizita ambulatore. Pra imagjinoje çfarë flukse njerëzish hyjnë dhe dalin nëpër qendrën spitalore universitare në Tereza, vetëm në gjysmën viti. Dhe sigurisht që tash sfida mbetet shndrimi i kësaj qendre në spital, në institucion shëndetësor të mirëfillt. Jo më problematika që kanë të bëjnë me parkingje që krijojnë sherrë të pamata që në pikë të mëngjesit e deri në drek, dhe jo më me kafenera, me restorante të cilat
kanë degraduar imazhin e qendrës spitaliore universitare në një imazh që vetëm imazh shëndetësor nuk është. Pra, qytetari ka nevojë të kurohet, të qetësohet, dhe natyrisht të dalë me një epikrizë përcjellëse sa më të saktë mundshëm që kudo që të shkojë, ta shoqërojë epikrizë lidhur me problematikën e smundjes së tij. Që do të thotë që në fundit ka një protokoll mjekimi që vepron aty brenda, ka një staf mjekësor që përkujdeset atë dhe që nuk shkon më atje dhe bie në depresion nga mungesa e batanijeve apo nga një hoteleri apo nga një kuzhinë që lë për të shëruar, apo nga një zhurmë pa mat që vjen pikërisht nga këto ambiente aksesore që nuk kanë të bëjnë fare me spitalet. Nuk e di çfarë kam të njëjtin mendim, absolutisht do të thoshja në të gjitha spitalet, sidomos në Tiranë, ekziston kjo problematik. Janë mbushur spitalet, nuk është problematike e këtyre 2-3 viteve të fundit, do ta pranojmë. Është problematike vjetër që spitalet janë mbushur me kafene ku njerëzit, ndoshta familjarët dhe nga halli mund të pinë një gotë alkool, por jo, absolutisht. Nëse do të marrim përvojën e vendeve të tjera të rajonit, Ballkanit, po doni ju paletet e Evropës, absolutisht spitali ka vende të caktuara ku mund të ketë edhe kafenen që mund të ulen familjarët dhe edhe njerëzit e tjerë që mund të vizitojnë, dhe vizitorët dhe personeli, por nuk mund të jetë spitali, asnjë spital nuk mund të jetë qendër kafenesh, restorantesh apo problemesh të lëvizjeve të çrregullta të makinave. Ka raste që nga lëvizjet e çrregullat të makinave nëpër spitale pengohen lëvizja e ambulancave, e urgjencave, emergjencave. Pra, absolutisht sot isha në kontakt, në takim me drejtorin e QSUT-s dhe një nga çështjet që na shqetësoi ishte ky problemi i kafeneve që është mbushur spitali dhe me kontrata afatgjata, kuptohet. Pra na ju thash që nuk është problemi i sotshëm, është problemi i trashëguar, por nga ana tjetër duhet gjejmë një zgjidhje që ligjore në mënyrë që të ndërpriten kontratat e këtyre lokaleve që funksionojnë brenda jo vetëm QSUT-s, por brenda spitaleve dhe padyshim krijohen ambiente të caktuara për familjarët apo për vizitorët e ndryshëm. Nga ana tjetër duhet një disiplinim i lëvizjes makinave brenda QSUT. Flas për QSUT-n. Maternitetet nuk e kanë këtë problem. Por QSUT-ja e ka këtë problem. Duhet një disiplinim i makinave. Dhe çfarë duhet? Duhet padyshim një parkim. Parkimi i disiplinuar, në kuptimin që makinat mos lejohen të lëvizin nëpër rrugicat, ju e dini si është QSUT-ja, pengojnë lëvizjen e ambulancave. Nuk mund të lëvizin makinat private në ato rrugica dhe kuptohet duhet të drejtohen drejt parkingut. Ka një parking nga ana lindore e spitalit, duhet dhe një parking tjetër sepse ka 2 hyrje spitali. Flas gjithmonë për QSUT-n. Duhet dhe një parking tjetër këtej. Dhe pjesa e territorit që është zënë nga këto kafenet duhet patjetër që të kthehet në pjesë të gjelbër. Dhe është një nga çështjet që sot e kemi diskutuar gjatë vizitës time që kam qenë në QSUT. Spitale pa gjelbërim vetëm në Shqipëri ka. Se të merr. Në rast nuk shikon një gjelbërim. Shkova mbasi nuk ka lidhje me këtë spital ushtarak dhe pash ndonjë çënjë që hyte brenda spital. Qendja bërë si banor aty, po flasim për faktin për gjelbërimin, kjo është një ambient. Është vërtet të mëshme. Megjithëse nga gjithë biseda që kemi bërë, pra si i pyete një si për të dy, pra si për ju zoti Koja, si për ju zoti Tava. Pra në gjithë këto 20 vjet nuk është se na mungojnë ekspertët, na mungon vetëm menaxhimi. Si ka mundësi, pra që këtij vendi mungoka ose këtij dikasteri, pra kësaj ministri mungon menaxhimi në çdo gjë, pra mungon disiplina, mungon sepse më herët folën për tenderimin që bëhet pra i ilaçeve, sepse janë gjëra të tjera ndërkohë që ka ilaçe që rrin stok, ka që nuk shkojnë fare në spitale dhe shiten në qendra të tjera. Nuk mungon menaxhimi. Pengohet menaxhimi. Pengohet. Dhe menaxhimi pengohet në 2 raste. Kur mungon vullneti politik, besoj nuk e di çfarë mendje ndan zotë Tava për këtë. Dhe së dyti pengohet nga militantët që s'kan mend. Dhe që e konceptojnë në çështjen e punësimit thjesht si drejt të partisë tyre. Nuk kam ndërmend të flas për asnjë parti të veçantë, flas në konceptin e militantizmit politik. Në këto 2 raste pengohet menaxhimi. Dhe sigurisht që se sa mund t'i vihet frek këtyre 2 pengesave, kjo është sfidë në vete. Dua të them që kur po e flas këtë sot,
Kështu nuk flas me dy standarde. Kur kam qenë ministër, kam pasur ndër këshilltarët e jashtëm, një ka qenë zoti Petrela, një ka qenë zoti Brogaj. Që besoj të dy e dim fare mirë që s'kan të bëjnë fare me njëri tjetrin nga hipanja politike. Pra, nëse thithet mendimi kualifikuar dhe ekspertiza e mirëfillt profesioniste, gjërat mund të shkojnë përpara. Natyrisht, çështja e militantizmit politik apo çështja e vullnetit politik janë çështje që qëndrojnë dhe do të jenë bashkëtarët tonat në realitetin shqiptar, por kur flasim për probleme të tilla siç është çështja e shëndetit të njeriut, natyrisht që janë disa elemente që nuk mund të kavërdisen bashkë. Prandaj them që ekspertiza shkencore mirëfillt dhe ekspertiza mjekësore profesioniste në Shqipëri për sa i përket mjekësisë nuk mungon. Absolutisht që këtu është çështje e vullnetit për ta ofruar këtë ekspertizë dhe ndoshta shpeshherë edhe për të firmosur të tilla akte apo të tilla normativa të cilat dikujt mund të vi hidhur, por që në fakt i hapin rrugën. Sot ta ose përmendi tendencë për disa prej tyre dhe më vjen mirë që përmendi. I hapin rrugën një zhvillimi normal dhe afatgjatë qëndrueshëm të shëndetësisë. Shiko, këtu nuk po flasim as për heronj, as për revolucione. Këtu po flasim për disa elemente që kanë bërë me hapjen rrugë të një menaxhimi suksesshëm. Do mendoj që menaxhimi këtu është në këtë vend. Por duhet thithur dhe duhet besuar tek menaxheri i suksesshëm, pavarësisht bindjeve politike që ka. Zotava? Gjithsesi pengohet menaxhimi apo mungon menaxhimi, ajo që ne bijem në një emër së përbashkët me zotin Koja është që menaxhimi çalon. Domethënë ka probleme menaxhimi, disiplina, etika e tjera. Kuptohet, ne nuk është se kemi një shkollë të mirëfillt për menaxher të sistemit shëndetësor. Pata rastin sot që ta diskutoj dhe këtë çështje me dekanin e fakultetit mjekësisë dhe mendohet që edhe në këtë pikë të ndërhyjmë në mënyrë të përbashkët bashkë me fakultetin e mjekësisë për të hapur një kurs, fillimisht një kurs afatshkurtër menaxhimi dhe më pas për të kthyer ndoshta në një shkollë të mirëfillt menaxherësh të sistemit shëndetësor, kemi nevojë. Kuptohet për pjesën tjetër të vullnetit politik, unë mendoj që çdo qeveri, çdo mazhorancë e ka dëshirën dhe vullnetin për të patur një sistem shëndetësor të mirëfillt, një sistem shëndetësor të shëndetshëm, le ta quajmë, dhe që t'i shërbejë qytetarit, sepse në fundit sukseset, arritjet edhe në sistemin e shëndetësisë, ashtu sikur edhe në sisteme tjera, përkthehen në fundit në votë, në fitore të mazhorancës ose në humbje nga dështimet. Kështu që nuk mendoj se mungon vullneti dhe dëshira. Ka arsye tjera përse ka çaluar ose çalon sistemi i shëndetësisë dhe jo vetëm sistemi i shëndetësisë, por me që po flasim për sistemin e shëndetësisë, padyshim që ajo që tha zoti Koja për sa i përket militantizmit është një nga problemet që ka shqetësuar ose që ka penguar menaxhimin shpeshherë edhe të sistemit të shëndetësisë. Kjo ndër vite, po e ritheksoj, ndër vite që mund të them që nga 91-shi dhe deri më sot ka shumë suksese, ka shumë arritje. Sot nuk mund të flasim që është shëndetësia shqiptare në gjendjen ku ka qenë në të gjitha drejtimet, në gjendjen ku ka qenë në fillimet e sistemit demokratik. Sot ka, sidomos vitet e fundit, ka një zhvillim të gjithanshëm të sistemit të shëndetësisë, reforma shumë të rëndësishme që janë kryer në sistemin e shëndetësisë dhe reformat të cilat janë disa prej tyre në vazhdimsi dhe kjo është puna ime, ky është objektivi im që këto reforma të vazhdoj të thelloj në të mirë të qytetarit shqiptar, në të mirë të rritjes së cilësisë së shërbimit, në drejtim për atë rritjes së cilësisë së shërbimit dhe në fundit duhet të theksuar që në interes të vendit dhe të integrimit të tij në Bashkimin Evropian. Mos gaboj, keni thënë në integrat fundit që nuk duhet lejohet më infermier të ushtrojnë profesion të palicencuar. Sot Integrat fundit nuk e di. Sot e kam bërë, po është tek kam qenë sot në një seminar të organizuar nga urdhri i infermierit me infermier dhe kam theksuar që duhet të marrë fund ushtrimi i profesionit i pa licencuar. Prandaj është dhe urdhri i infermierit, prandaj janë ngritur gjitha strukturat, provimi i shtetit, gjitha strukturat që të fillojë të sistemohet dhe çështja e punësimit të personelit shëndetësor dhe të infermierëve. Është normale. Sa të gatshëm, po, Koja? Absolutisht, zoti Tavo ka të drejtë dhe uroj që ta vazhdoj zbatimin e kësaj deklarate, sepse
në kushtet kur në Shqipëri mungon kategorizimi diplomave të universiteteve, provimi i shtetit, do thotë licencimi i infermierit, i mjekut, i farmacistit, është ndoshta filtri vetëm me eksaktësim të madhe që të jep një tablo, një panoram të nivelit edhe të dijeve të këtij personeli që pretendohet që nesër mëngjes të merret me kokën e njeriut. Dhe ku sigurisht nuk mund të falen gafa, se gabimi njerëzor ka kudo, por nuk mund të falen gafa që vjen nga mos përgatitja. Dhe e dim fare mirë gjithë bashkë që provimi i shtetit ka filluar të nxjerrë shumë palara për sa i përket mungesës përgatitjes apo ka ngelur me mijëra apo me qindra në të gjitha degët që ka të bëjnë me shëndetësinë, në farmaci, në stomatologji etj. Në të gjitha degët. Dhe pikërisht kjo deklaratë sotme unë mendoj që është një augur i mirë për sa i përket një kriteri i cili do të jetë i pa neglizhueshëm nga të gjithë profesionet e shëndetit apo shëndetit publik që dalin këtej tutje dhe që do të punojnë në institucionet tona me ose pa shtetër. Kjo është vërtet shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme për të parë nesër sfidën që shkojnë. Publike dhe jo publike. Publike dhe publike. Okej, zoti Tavo, jemi edhe në sezonin e verës. Sa të gatshme janë spitalet shqiptare për të pritur dhe fluksin? Ekziston gatishmëri e plot e spitaleve për të përballur me fluksin e verës ose me problematikën që sjell sina e nxehtë e verës. Kuptohet më shumë vëmendje po i tregojmë dhe po i japim më shumë rëndësi pediatrisë, spitalit pediatrik, shërbimit pediatrik në të gjithë vendin, infektivit, por jo vetëm këtyre dy shërbimeve, ka dhe shërbime tjera që unë mund t'ju them pavarësisht se gjatë kohës së stinës verës fillojnë pushimet dhe personeli mjekësor përgatitet dhe po shkon me pushime, absolutisht ka personel mjekësor i cili do të jetë në për spitale i gatshëm për të pritur problematikën që sjell ndër vete sina e verës. Zoti Tavo, duke qenë se jemi drejt fundit, me kë i ke bërë këshillat e para në momentin që ke marrë postin e ministrit? Për situatën e kam fjalën. Pasi si është gjendja me stafin e ngushtë të Ministrisë së Shëndetësisë, me stafin që kam gjetur, për të marrë një informacion të hollësishëm lidhje me situatën, me gjendjen e sistemit në gjithë Shqipërinë. Kuptohet me disa nga profesorët e mi të fakultetit të mjekësisë që i kemi pasur profesor dhe nuk kam mbaruar, po vazhdoj konsultimet me të gjithë profesorët. Do të vazhdoj javën e ardhshme konsultimet me të gjithë shefat e shërbimit dhe do të përfundoj me të gjithë drejtuesit e spitaleve dhe jo vetëm me drejtuesit e spitaleve. Duke qenë se jemi në vit i ardhshëm, është një vit elektoral, sigurisht që vendi shkon në zgjedhje, është mjaftueshëm një kohë për një ministër, në rastin tuaj për shumë ministri i shëndetësisë për të bërë reforma edhe më të thella? Tu nuk ka të bëj koha, pavarësisht se thuhet shpesh që zoti Tavo keni një vit, si do të arrini të bëni gjithë këto reforma, sepse nuk e nis unë. Reformat nuk i nisa unë, nuk i nis unë. Reformat kanë nisur në bazë të një programi të qeverisë, të mazhorancës. Reformat janë në vazhdim dhe normalisht ka një database që përfundon reformat e kësaj mazhorance afat shkurtra në 2013, ndërkohë që ka dhe reformat tjera që janë afat mesme, afat gjata dhe që duan kohën e tyre, do t'i plotësoj kjo mazhorancë në mandatin e ardhshëm apo një mazhorancë tjetër nuk ka rëndësi, domethënë, por reformat në shëndetësi nuk mbarojnë kurrë. Dhe nuk është se kanë filluar sot që fillova unë kur u emërova si ministër. Në prezantimin tuaj nuk është parë zoti Vasili, siç ndodhi në rastin me zotin Panariti dhe zotin Haxhinasto. Ka qenë protokollare, ka qenë Jo, nuk është e vërtet. Në prezantimin tim, prezantimi im nuk ka qenë mediatik, por zoti Vasili ka qenë i pranishëm, më ka pritur në zyrë, e kam përcjell zotin Vasili nga zyra ime. Kemi shkëmbyer mendime të ndryshme në lidhje me funksionimin e dikasterit dhe të sistemit të shëndetësisë, dhe ndërkohë unë e kam theksuar dhe vazhdoj të theksoj përveç vlerësimeve për punën shumë të mirë të zotit Vasili në krye të dikasterit të shëndetësisë, ai do të jetë edhe një nga njerëzit e mi të afërt me të cilin do të konsultohem, do të këshillohem për shumë problemet që mbart sistemi i shëndetësisë. Okej, zoti Koja, duke qenë se jemi në fund, le të themi në thonjza apo e them këtë një mesazh edhe për vetë zotin Tavo, duke qenë se sapo është emëruar ministër, pikërisht për këtë post që ka marrë dhe ajo që është më evident ose që duhet më shpejt që të bëhet
pra nga kjo ministri? Unë mesazhin mikut dhe kolegu tim Tavo ja dash që në fillim të këtij emisioni dhe e përsëris prapë. Edhe që më është bërë qefi njerëzisht për këtë emër përveçëm në pozicionin e ministrit shëndetësisë, por do të uroj vërtet suksese sepse shëndetësia nuk është pronë private e asnjë partie dhe asnjë qeverie. Shëndetësia është pronë e shëndetit të popullatës. Pra shëndetësia është çështje e të gjithëve. Dhe absolutisht që të shërbesh dhe të bësh reforma shëndetësi, padyshim që i ke shërbyer të majtëve të djathtë bashkë. Dhe kjo nuk diskutohet fare. Çështja pasaj e ritmit të reformave, e mënyrës bërjes së reformave ose probleme të tjera që ne i trajtuam gjatë emisionit, është çështje që nuk dua të rikthehem përsëri, por mendoj që në këtë mes, si përmendet vitin tjetër që është vit elektoral, ka një provim shteti, me thonjë sa, që është vota e elektoratit dhe ai është tamam momenti kur do flasë sovrani. Pra, nuk i vim aty dhe provimi i shtetit. Çështja është që shëndetësia është një sfidë e vazhdueshme. Është një sfidë akoma e pafituar nga shumë vende shumë zhvilluara se ne. E këtu do ta kuptojmë njëri tjetrin. Çështja se çfarë parashtron majoranca dhe çfarë parashtron opozita në drejtim të kryesë reformave, kur është njëra apo kur vit tjetër pushtet, kjo është çështje tjetër, është krejtësisht normale në një demokraci funksionale. Por personalisht do të Tavo ju uroj sukses e vërtet. Zoti Tavo, faleminderit që pranuat ishit studi, ishte kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj kënaqësi. Zoti Goja, faleminderit edhe. Nderuar shikues, ishim me zotin Vangjel Tavo, ministri i shëndetësisë dhe ish ministrin e shëndetësisë, zotin Gjergj Koja. Bashkë do takohemi javën e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim. Ora e natës, një emision